Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në kishën e Shën Jozefit në Arameras të Fushkrujës, një nga kishat më të rëndësishme të kësaj zone, dhe nga kjo kishë do doja t'ju uroja të gjithë besimtarëve të krishterë, por katolikëve në veçanti, gëzuar Pashkën. Krishti u ringjall dhe me ringjalljen e tij duhet të ringjallet edhe shpresa, edhe harmonia, edhe besimi në të gjithë familjet tona. Po filmoja teksa bëja edhe mesha në ambientet e brendshme dhe urova edhe besimtarët katolik, pikërisht në këtë kishë rikonstruktuar para disa kohësh. Në fakt është një shesh shumë i famshëm i Aramerasit këtu. Historia shumë e jashtëzakonshme e këtij çinari të madh, kësaj peme të madhe apo siç njihet ndryshe rrap, është një vend ku edhe familja ime ka qëndruar gjatë, pikërisht në kohën e diktaturës në fshatin Arameras, dhe pikërisht doja që ta jepja këtu këtë urim të ditës sotme të Pashkës katolike, pikërisht nga kisha e famshme Aramerasit.